Në spitalin e përgjithshëm i Sagreza, më konkretisht në kabinetin endoskopik, funksionon aparatura quajtur endoskop. Detaje më të hollësishme jep doktor Visar Juniku, internist gastroenterohepatolog. Siç po shihet, kjo është aparatura endoskopisë, do të thonë të sipërme dhe të poshtme të traktit gastrointestinal. Për endoskopinë e sipërme të traktit gastrointestinal flitet për aparaturën e gastroskopisë, do të thonë ekzaminimi gastroskopik. Kurse për endoskopinë e poshtme është kolonoskopia. Kjo është aparatura re, do të thonë është universal, do të thonë është për dy endoskopi, si të sipërme dhe të poshtme, vetëm ky tubi, do të thonë ekzaminues ndron. Doktori Juniku gjithashtu na njeh me procedurat që duhet ndjekur paraprakisht për të kryer ekzaminim të tillë. Me indikacion të mjekut specialist përgjithës që jep indikacionin, do të thonë që vlerëson ai pacient për më kryer se jo ai ekzaminim, do të thonë kolonoskopik. Gjithëvarë, do të thonë për specialistit, do të thonë mjeku e pacienti mund të paraqitet rast që ka ankesa të poshtme, do të thonë të traktit gastrointestinal, mund të paraqitet së pari në CKMF, më pastaj merr udhëzimin për specialist adekuat, edhe specialisti kuptohet e cakton një termin për më bëu se jo kolonoskopia në këtë rast. Do thonë neve kemi edhe aparatën e gastroskopisë siç tham, për procedurat e ekzaminimit dhe diagnostikat e traktit sipërm. Për fund, doktori tha që kjo aparaturë është shumë e nevojshme duke marrë parasysh numrin e pacientëve që do të mund të kenë nevojë për diagnostikim të saktë për simptomat e tyre.